Përshëndetje, emri im është Steve dhe do të doja t'ju tregoja për përvojën time shumë vjeçare në kantieret e ndërtimit si izolator. Sot do t'ju tregoj se si funksionon një copë T, e cila zakonisht është opsioni më i shpejtë dhe më i sigurt në kantieret e ndërtimit. Për këtë kam presin tim për biskota, marr një copë. Tubi e mbaj pranë qendrës dhe e pres. Materialin pastër. Pastaj do ta pres materialin. Pastër dhe do ta vesh me ngjitës. Mos harroni të aplikoni gjithmonë ngjitësinë holl dhe në mënyrë të barabartë në të dyja anët. Pastaj, ju lutemi kushtojini vëmendje përsëri kohës së tharjes, por ndërkohë mund ta montoni paraprakisht. Ndërsa ngjitësi thahet, mund ta instaloj paraprakisht ose ta përgatis homologun. Për këtë, marr një copë çorape. Uji, një thik të mprehtë dhe pres një gjysmë hënë. Ju lutem mos i prisni gishtat. Kështu duket dhe pastaj vazhdon këtu. Do ta hap përsëri edhe atë. Tani do ta përfshi edhe materialin këtu. Ndërsa materiali po ajroset, unë tashmë mund ta mbyll këtë material. Mbylleni me një shtypje të shkurtër dhe të fortë. Tani mund ta bashkangjit copën të këtu homologun me presion të shkurtër dhe të fortë. Ja ku e keni, forma në formë tje është gati. Për ta ngjitur këtë shtresë, mund ta vizatoj paraprakisht me një stilolaps argjendi. Dhe pastaj aplikoni një shtresë të hollë edhe këtu. Aplikoni një shtresë të hollë këtu. Pasi të ketë mbaruar koha e tharjes, tërhiqeni pak nga këtu dhe hapeni me kujdes. Materiali gjithmonë duket shkëlqyeshëm nën presion dhe forma jote në formë tje është gati.